Përfaqësues të AAK-s kanë paralajmëruar se të hënën do t'i drejtohen gjykatës kushtetuese me qëllimin për t'i dhënë zgjidhje ngërçi të krijuar në procesin e konstituimit të kuvendit. Për këtë janë marrë në nënshkrime edhe nga disa deputet të tjerë. Gjykatës do t'i kërkohet të vlerësojë nëse është kushtetues kalimin nga votimi i hapur për kryeparlamentarin në votim të fshehtë, si dhe mosnxjerrja në votime të propozuarës për kryeparlamentare në 5 vazhdimet e fundit të seancës. Deputeti Atime Kadriaj tha se kërkesës që do të deponohet në gjykatë do t'i bashkangjitet edhe agjenda e ndryshuar e seancës dhe transkriptet e saj. Ne kemi mbledhur në nënshkrimet, do t'i adresohem gjykatës kushtetuese për këtë shkelje ligjore dhe për këtë shkelje kushtetuese dhe të hënën ne do e dorëzojmë në gjykatën kushtetuese këtë shkelje që po bëhet. Por kryetari i PDK-s tha se fillimisht do të vlerësohet nga partia nëse ka lëndë për trajtim nga gjykata. Kemi ekspertizën e duhur për me i vlerësu, a duhet me u dërgu diçka, do ta shqyrtojmë pa paragjykim dhe do të marrë mendimin e ekspertëve të PDK-s, pastaj do të komunikoj edhe me kolegët edhe nga AAK-ja. Edhe deputetet e LDK-s e theksuan të njëjtën. Natyrisht që ne analizojmë lëndën dhe jemi për zhbllokimin e situatës. Por deputetja e vetëvendosjes Donika Gërvalla Shfarc nismën e AAK-s e cilësoi si veprim për ta arsyetuar bllokadën në kuvend. Ai që mendon që ka shkelje të kushtetutës nuk duhet ta mbaj pezull publikun, po duhet ta dorëzojë më në fund në gjykatë kushtetuese, sepse vetëm kështu do të mund të sqarohet a ka apo nuk ka shkelje. Pas dështimit të përpjekjes së 13 për ta konstituar përbërjen e re të kuvendit, përfaqësues të partive që në mandatin e shkuar ishin në opozitë e hodhën fajin te vetëvendosja për bllokadën. Për t'i dhënë zgjidhje kësaj situate, presidentja është shprehur e gatshme t'i ftojë liderët e partive në një takim gjithëpërfshirës. Deputet të dy taboreve janë deklaruar se në parim janë pro takimet. Ne kemi bërë thirrje për gjithëpërfshirje, çdo takim gjithëpërfshirës është vazhdimësie e idesë sonë, prandaj natyrisht se po. Nuk e di në cilin format mund të fton presidentja, pra mund t'i fton nga ne, mund t'i fton gjithë bashkë. Ne kemi mirëprit edhe idenë e kryetarit Abdi Xhiku për konsulta për formimin e qeverisë. Natyrisht që nëse presidentja na dërgon ftesë, do ta shohim çfarë përmban ftesa edhe për çka na thret presidentja. Nuk kemi shquar ndonjëherë për ndonjë bllokadë. Njerëzit kanë votuar. Përgjegjësia është e madhe. Çon kjo do na më shumë zgjedhje. Ata na kanë zgjedhur për të zgjedhur institucionet. Presidentja ende nuk e ka caktuar datën e takimit gjithëpërfshirës.